Doshti, biseduam dhe të shtunën, edhe për para ndeshjes, edhe pas ndeshjes. Dhe më dhat një parashikim pra 0-1, që fitojmë 0-1. Ishe një krejtësisht i sakt, në mënyrë kirurgjikale i sakt. Okej, dëshira për të fituar, po edhe rezultatin në kokë, domethënë nuk di si ta solli këtë parashikim. Ishte jo vetëm si dëshirë, por duke menduar që kjo ndeshje do ishte një ndeshje shumë e rëndësishme për ekipin tonë kombëtar, dhe duke menduar që dhe ekipi i Serbisë nuk është në momentin më të mirë të vetin, ato kanë pasur probleme, unë kisha shumë besim që ekipi jon kombëtar do jepte gjithçka, do linte zemrën në fushë për ta fituar këtë ndeshje, dhe ndodhi ajo që unë e dëshiroja dhe edhe parashikova që ne fituam, por fituam me merit, duke bërë një ndeshje të jashtëzakonshme, duke filluar nga portieri, nga Strakosha, nga mbrojtësat. Por ne duhet të mos harrojmë që bukurinë këtij ekipit kombëtar ja ka dhënë mesfushori Shehu. Ai është truri Shehu është truri i kombëtares tonë. Dhe me atë gjatësëllësi që ka ai djalë, ai po na bën që ekipi jon kombëtar të ndryshojë shumë në fizionomi, unë dhe në lojën. Prandaj dhe ekipi jon kombëtar ka luajtur aq bukur që ne nuk ishim as presion as i gjë, po treguam që e merituam nga minuta e parë deri në fund, dhe me të drejtë dolën fitimtar nga Serbia. Doshti, besoj dhe në Austri jeni në Grazën e Austri është festuar, sepse pam njëkohësisht edhe pamjet e festës, këtu me orë gjata, jo vetëm Tiranë, po në çdo qytet, po edhe kudo ku ka shqiptarë në botë, sepse kjo kalonte kufijtë e një futbolli. Dhe në Austri besoj është pritur me entuziazëm dhe është festuar fitoria. Patjetër, dashuria e ekipit kombëtar ndihet në gjithë botën, jo vetëm në Shqipëri, po edhe në Austri. Dhe me gjithë njerëzit e mi dhe dashamirës to kemi festuar edhe mbrëm fitoren. Kjo ka qenë fitore historike që kjo do mbahet mend në historinë e futbollit si goli i Sokoj Kushtës që rafëm Partizani Beogradi. Kjo ndeshje nuk do harrohet kollaj. Nga ne po edhe serbëve nuk do të harrojnë kur këtë ndeshje që u rafën brenda në shtëpinë e vet me një lojë dinjitoze të ekipit ton kombëtar. I rafëm në sportivitet dhe i treguam që ne jemi shqiponja që fluturojmë shumë lart. Doshti, ju përmendët diçka që nuk keni parë gjë akoma në një farë mënyrë, se më mira ende duhet vinë nga ky ekip kombëtar dhe se kjo është skuadra apo ekipi me një nga përbërjet më të mira. Tani, kemi diçka për të përfunduar, kemi një punë për të përfunduar. S'pari duhet garantojmë dhe ta blindojmë deri në fund fushatës kualifikuese të vendin e dytë, dhe më pas është play-offi për atë ëndrrën që ne nuk kemi shkuar asnjëherë në kampionat botror. Sa shanse kemi? Nuk di me këtë mënyrë loja si mund të arrijmë botrorin, sepse okej, po e marrin të mirë që edhe sikur e blinduan vendin e dytë, megjithëse do 2 ndeshje, por në play-off do të kemi 2 rival më të fortë me sfida teke, pra gjysmë finale dhe finale. Pse janë shanset për të shkuar në botror? Ne kemi ardhur deri këtu me thasi që thatë ju, domethënë akoma ne nuk kemi realizuar ëndrrën që duam për të arritur në botror. Rruga është, edhe pse është afër, është shumë e vështirë. Është shumë e vështirë se ne kemi ndeshje shumë të vështirë në Andorra, duhet fitojmë këtë dhe pastaj për të menduar për të ndeshjet e kualifikuese. Unë mendoj që me këtë ekip kombëtar unë shikoj një dritë jeshile të madhe përpara. Dhe ky ekip kombëtar, prandaj ta kam thonë, ky do na befasoj për të mirë. Dhe shpresoj dhe dëshiroj që kjo mendim pozitiv që kam për ekipin ton kombëtar të realizohet këtë vit dhe vitin tjetër për kampionatin botror. Unë shpresoj shumë se ne mund të kualifikohemi, po duhet jemi me këmbë në tokë, patjetër, për të arritur atë që dëshirojnë gjithë shqiptarët në mbar botën.